Këtu, në këtë vend, 59 vite më parë, filluan të ikeshin hapat e para drejt ndërtimit të ferrit të heshtur, të cilët të mbijetuarit në vend të quanin Auschwitz shqiptar. E në fakt, këtu arratisja ishte më shumë një iluzion se sa mundësi. Pasi ndërtimi, i këtij burgu u bë me qëllime të qarta. Mes maleve të zhveshura të mirditës, aty ku dielli shfaqe rrallë dhe ikën shpejt, i rrethuar nga tela me gjëmba, u ngrit kampi punës 303. Një kamp që shumë shpejt humbi çdo kuptim pune dhe është ndërruar në një burg të sigurisë së lartë. Kjo është hyrja, porta e madhe e burgut. Si bisha shkojtë me shufa hekri, burgu i spaqi numër 303. Këtu zilleshin burra nga e gjithë Shqipëria, të shpallur miq, të damkosur nga një sistem që kërkonte jo vetëm di në shkonte, por di zhdukte. Ja ku janë dy godinët, njëra kjo e para është e jona e punonjësve, e sklevrëve, që ishin në galeri, ajo tjetra kishte papunësinë, ata që janë 600 që ishin sëmurë, o me sy, o me dorë, o me kama, që nuk ishin me zonë një dinë. Dhe katër e para ka janë administrata e burgut, brigatierë që janë këta zhjus teknike. Ose këtu janë dy depot, kur vijnë nga punën e që këtu futeshim, ndroheshim. Rreth 46.000 të persekutuar politik, po në forma të ndryshme, të ekzekutuar, të burgosur, të internuar, të dëbuar, edhe të arratisur. Mbërritja të dënuarve në Spallç u bë në valë të një pas njëshme, deri në 28 prill 1968, kur burgu u mbush plotësisht. A ditë që i quan në internim në polis, arrestojnë dërgjanton Hasan Blosh. Hasan Blosh mi shërbër 15 burg për dajnë e vetë për bardhë lekën që ishe jarratisur, edhe kishe pretenduar në kardë Shqipëri dhe ishe baza astravuese e bardhë lekës. E ta ditë e internuan e dënuar 10 vjetë. Beran, më vonë pas e pronë këtu bashkuan bashkë. A i këtu jetoj 5 vjetë. Më 17 rikë po shkatuan vëlla dhe kërshinte, nuk janë në Libresht në dhe kjo punë. Edhe me 27 korrik të 77-ës, shkoj prapë sigurimi e i mori gjithë familjen time për 19 vjetësh dhe i mori e i tërnoj në polisë të librari, i ndarë në 4 pjesë, edhe nuk e lejoshin që të takoshin familje. Ngritja e tij në këtë thellësi malesh nuk ishte rastësi këtu. Në errësirën e galerive primitive, nxirre bakër nga Pirit, pasuri që më pas dërgoi për përpunim në Reps. Galeri ne përdorim 2 lloj vagonash. Ky është 03. Kisa vagonat të mëdhej ishin 06. Pra 600 metrë kubik ishte. Edhe kur galeria kishte presion se në zonë 2, ngushtoshe, po prisje vagonin, ose i miri përdojshë me këta. Ati isha cimt, kështë ujë, kështë dreq, dhe me vështësi të mëdhaja. Galeria ngushtoshe nga një, sa dhe ky vagon nuk dilte. Sipas të gënave të autoritetit të dosjeve, për 23 vite me rang, Spallçi funksionoi si një makineri e shtur shfrytëzimi, rreth 2000 të burgosur, prodhuan miliona ton minerale, bakër e Pirit, pasuri që përkthehej në ar. Në Shqipëri kishte disa lloj vende dënimesh. Ishin burgje tradicionale, siç ishte burgu i Burrelit, burgu i Tiranës, burgu i Gjirokastrës, që u mbyll diku nga vitet 50. Edhe ishin kampet e punës, siç ishte një prej cilëve ishte edhe ky kamp pune i Spaqit, se kështu quheshin ato, kampe pune, ose vende riedukimi. Por realisht, në kuptimin e izolimit të personave të dënuar, nuk ishte ndonjë dallim. Dallimi ishte se këta ishin, këto lloj burgjesh u ndërtuan pranë vendeve të punës. Por pa çdo shifre fshije një jetë, pa çdo toni një sakrifis, pa çdo përfitimi një plagë e hapur, u prënguan rreth 2.82 milion ton bakër e 1.3 milion ton pirit, që përkthehen në 2500 kg flori.
Zhurma e portave të hekurta që përplasen, tingulli i rënd i çelsave, zinxhir që zvarriten në beton, dritë e zbe që dridhet në korridore të ngushta, qeli të rreshtuara si plak të hapura, dhoma hetuesie ku koha dalonte, ulërima që janë shuar, por që ende duken sikur jetojnë nëpër mure, si i heon në një makthi që nuk largohet. Shumë prej atyre që dolën gjallë u kthyen sërish këtu, të tërhequr nga një forcë e pashpjegueshme. U kthyen për të parë vendi ku ka lënë rinin, ku lanë veten. Kjo ka qenë dhoma ime që unë kam jetuar 5 vjetë. Këtu në këtë dhomë jetojnë 51 ose 52 të dënuar. Gjithë brigata flinte në një dhomë. Krevate ishin me 3 kate. Derja nuk mësë asnjëherë, dritarat asnjëherë, se s'kisha ajër, ishin 50 burra. Nëse të vinja, unë kisha dritën e elektrikë, isha afër atje, dhe më bite në sytë. Kisha rasur një vinja në i sobletër që mos më prisë drita. Vite polici, se agitantë shkojtë në dhomë. Edhe në zgjonde, hiqja të dhëshë, hajde në mu, të qote në birus dhe në mjesë të shonde. Izolimi ishte total 24 orë, pa, do të thënë, rregulloria e izolimit ishte njësoj me burgjet e tjera. Ndryshimi këtu, për shumë, të burgosurit në Burrel nuk punonin. Nësa të burgosurit në Spaç, në Qafë Bari apo në disa vende të tjera punonin. Thjesht shfrytëzoheshin. Edhe puna ka qenë e palishme, puna që bënin të burgosurit ka qenë e palishme. Është e vështirë të zbresësh të shkallë sot, kur dikur të burgosurit i shtynin e pranga në duar. Është e vështirë të lexosh parullat, të cilat ende qëndrojnë si plak të ngrira në kohë. E të shohësh dëshmit e një kohe të errët, e një epoke të pamëshirshme. Rrugicat e ngushta të kampit janë shkatërruar, por gjurmët nuk janë zhdukur. Karrocat e ndryshkura flasin pa zë, telat me gjëmba kujtojnë kufit e padukshëm të një burgu pa dalje. Në një qeli, 50 shpirtra ndanin të njëjtën hapësirë, të njëjtën frym, të njëjtën fat. Mbi 1500 të burgosur kaluan nëpër Spaç, disa transferuan, të tjerë u harruan, pra asnjë nuk doli i njëjtë. Në këto mure u mbyllën e një intelektual, shkrimtar, artist, klerik, njerëz që dikur krijonin e që këtu u detyruan të mbjetonin. Gërvisht të mure, vizatimet e zbehta, janë fjalët që nuk u than kurrë me zë. Sot mbi gjithçka rëndon një qetësi, që nuk është paqja, por kujtes. Të afërmit e të dënuarve mbërrinin pas një udhëtimi të gjatë dhe të lodhshëm, kontrolloheshin në imtësi dhe më pas lejoheshin të takonin të afërmin e tyre për vetëm 15 minuta në nënvëzhgimin e rrep të policëve. Shifrat mbeten të paqarta, sa jetuan, sa u mund jetën në qeli apo në galeri, e vërteta është e copëzuar. Në nëntok koha kishte një tjetër ritëm, orë të gjata pune, errësirë, plur dhe rrezik në çdo hap. Shumë nuk dolën më prej andej, të tjerë mbeten të gjymtuar, disa zgjonë të dëmtonin veten, vetëm për të shpëtuar atij ferri. Hetimi i krimeve të komunizmit është një periudhë 50 vjeçare në të gjitha fushat e jetës. Edhe kërkon një punë të jashtëzakonshme, po për shembull një nga krimet evidentuar atje është puna e palishme. Gjithë izolimi i njerëzve aty, ata të dënuarit për politik janë, si të thuash, vetë izolimi i tyre është një lloj krimi, por puna e palishme e të burgosurve ishte krim më vete referuar krimeve të regjimit komunist, sepse në 57-ën regjimi komunist firmosi këtë konventën e OKB-s për ndalimin e punës së detyruar. Edhe për shembull, kampet e punës nuk quheshin më kampe pune, po quheshin kampe riedukimi. E hoqën konceptin, e hoqën nga ligjërimi konceptin e punës së detyruar, po në fakt ata të gjithë gjë kryenin. Pas punës trupat e lodhur rreshtoheshin për numërim, një ritual absurd.
që përsëritej derisa numrat të përputheshin. Për një ushtar, numri të dënuarve dilte tamam, e për një tjetër 2 më pak, e 1 më shumë për një tjetër. Kështu ngatëroi numërimi disa herë, derisa ushtarët fillonin të numëronin së bashku në korë me zë të lartë, dhe pastaj kthimi në qeli. Kjo bakori ka qenë me eka me gjatë, edhe rritë këtu dhe numërimin e bëjnë të Burgosit, kryetari i zyrës teknike, i besuari i operativit. Edhe 2 nga 2 kalojnë të dilin sipër. Kur i shkrep shatia, të kthente mbrapsht, kur ishte shije, bore, dreq, edhe anullonte. Edhe shkoi në zyrë teknike, ngrofshat bashkë me kryetarin e zyrës, e me të tjerët. Edhe kur ti të shati vite pastaj, edhe më ndonjë të kthej 2 herë, 3 herë, deri në 4 herë ka pasur që na kthejnë në apel. Pritja, heshtja, ndërkohë zyrtarët e lartë shfaqeshin her pas here me ironi, me përpuzje. Për ta, këta njerëz nuk ishin veç armiq që duheshin thyer. Të burgosurit politik konsideroheshin më të rrezikshëm se ata ordiner, prandaj bita duhet të ushtrojë dhunë, presion, forcë dhe kontroll më i madh. Por çfarë ndodhi në 23 maj të vitit 1973, këtu në burgun e Spaçit, derisa lajmi arritën deri në Tiranë për të tronditur qeverinë e asaj kohe. Në orën 5 të mëngjesit të 21 maj të vitit 1973, në Spaç shpërthet një revoltë e madhe e të burgosurve politik. Në pjesën më të lartë të burgut ngrihet flamuri shqiptar, por pa yllin komunist në të. Ta alarmuar në Tiranë qeveria komuniste e kohës, sjell në Spaç trupat shumë të ushtarake dhe policore. Pas 3 ditësh e gjithë revolta shtypet. 4 prej të burgosurve pushkatohen, ndërsa shumë të tjerë ridënohen. Për shkak të gjendjes së rënduar të burgosurve, më 21 maj të vitit 1973, ngjarjet rrodhën shumë më shpejt se ç'mund të mendohej. Nuk është se ka patur luhatje në shfrytëzimin e njerëzve në burgun e Spaçit. Izolimi ka qenë i njëtrajtshëm, puna ka qenë në vijshmëri që nga fillimi deri në fund, ka patur momente që mund të dallohen, është për shembull revolta e vitit 1973 ku të burgosurit u ngritën në një revolt, regjimi ushtroi dhunë, u dënuan, u ekzekutuan 4 veta nga protestuesit, u dënuan shumë të tjerë, u ridënuan. Pas 3 ditëve rezistencë, revolta mori fund. 4 të burgosur, Palzefi, Skënderdaja, Hajuri Pashaj, Dervish Beko, ishin ata të cilët ranë dëshmor të kësaj revolte. Pas përfundimit të revoltës, urdhëri ishte i prerë. Dënimi duhet të ishte më mizor. Kalorit duhet të uleshin. Normat e punës në tokë duhet të rriteshin. Takimet familjare duhet të ndërpriteshin, nga ajo që duhet të tregojë ndaj të burgosurve ishte vetëm pamëshira. Aq absurde të pamëshirshëm ishin ata që drejtonin burgun e Spaçit, sa nuk ursyen as Tartin, që ne adoptuar dhe mikun më të mirë të burgosurve. Tarti u varni 3 këmbësh para të dënuarve. Sot ai kujtohet si një martir i pafajshëm i mizorisë së komunizmit në Shqipëri. Drejtuesit e burgut shpeshherë infiltronin mes të dënuarve informator, të cilët duhet të raportonin mbi të gjitha veprimet e tyre, por jo vetëm. Një vizet mes të burgosurve Bedri Bloshmi dhe Etem Ibrahimi, që mban datën 11 prill 1985, ditën kur diktatori Enver Hoxha vdiq, u përgjua dhe raportua nga sigurimi i shtetit. Si duke do të ketë dëgjuar ai polici, ai u rigjatë ka mundësi të ketë dëgjuar, të më lini mua të mu t'i bëja. I futeshe? E dia unë si i bëja, vet Ali e vet ka di. Po, kapteri i fundit i të më nësëmës, mos folë se plasi peshku thonë këta. Si do vije? Nëse ja ky vit dhe marrin fund pastaj. Se ti dëgjosh këta vet do t'i bëjmë që të ikin avash sa të stabilizohet gjendja. Shfëtuam nga kjo zgjedh. Sa kohë ka që thua që të ketë qenë sëmur? Duhet të jenë bërë një 4-5 muaj që ka qenë keq. Ky shefi policisë është shumë i keq. E shohim këtë, e dim. A thua do na heqin shpejt, si thua ti? Jo, s'ma merr mendja. Në vitin 1973 ka patur një goditje të fortë, por edhe në 1979. Të vdesin krejt në të sëmës të vend. A se di, tani jemi bërë rehat, ai iku. Nes ta ka thënë gjë. Jo, raportojnë të gjitha avash. Ngrihen 13 policë për të rrahur një të dënuar, si kur rajnë pambuk. Ju në ku ti ken. Jo. Çi do lajmet,
A ka lajm më të mirë se ky? Vdiq diktatori, shpëtoi populli, është më ndryshe çdo gjë tani. Pse të na rrihnin, të na merrin në hetuesi dhe atje të sqaroheshim pse thash unë e pse the ti. Më mirë se me mra, nuk mbaj mend të kem thënë plasi peshku. Ky që shkaku që na sollën këtu. E kishe pranuar dhe ti. Shqyr që se kam pranuar, se s'më la mendja. Çfarë presin këta, që të mbaj mune ti zi? Ata s'janë në vete o dërzi. Shqyr që vdiq. Shhh. Ne bëm shqyr që vdiq. Po kjo punë kështu është me ty. Se pak zi kam mbajtur unë? Megjithatë ka qenë ftohtë, kanë veshur gjithë popullit me të zeza. I ka vdekur babai. I ka vdekur babai, këtej takoj me burrin. Në tajaret bafshin. Ta qelloi një grush në stomak, siç më qulluan ata mua. E shpirt qeni mutit. Ai ka qenë me gjithmonë shpirt katil. Jo vetëm të jesh gomar, por janë gomer edhe këta që na kërkojnë të mbajmë zi. E more mirë, popull gomar o dërzi, idiot, se të jetë popull tjetër nuk i bie ndërmend. Shiko po s'ka për të bërë kthes, qerën e parë pa televizje. E në verjane, çurrëtie kanë për ne këta. Sa respekt kemi ne për këta, aq kanë dhe këta për ne. Po ti e them, dëgjove se është arrestuar një grua në Vlorë? Muzik funebre deri në datë 18, na çan mbythën 3 ditë aty dhe hajde. Kjo nuk ka ndodhur as në SBA 7 ditë zi. Do të mërzitet mileti tashti, ja dhe 2-3 ditë dhe do të hapin radiot. Këtë mos e ki merak, se ka, se mbajmë dot më. I bën duar të cop deri tani, qend bam për ata që në ham hu. Si e pabesueshme më duket. Mua më duket sikur është gjallë. Pas 4 muajsh vdiq. Ata e kanë mbajtur të fshet vdekjen e tij. E çojnë tek varrezat e kombit? Në datë 15, orat 10. Shumë me çoj, shumë, 40 vjet. Po si more, derisa vdiq. Se lëshoj se s'pati interes njëri. Tani do të zgjidhet ai mjeshtri. Rë do të zgjidhet, ti bëjnë ndonjë puç, ajo do të jetë e fortë. Me të marr Radio Tiranën dhe njoftojnë krushteti. Ka që pat kjo punë. Një të dhënë urdhër atij sa më parë që të zbarkojnë forcat e NATO-s në Shqipëri. Do bëhet se s'bën. Kush i do këta qener? E megjithatë janë bërë llogarit. Shkatërroi kombin fare, vrau dhe burgosi për 40 vjet. Qande Ramizi me të madhe. Me gjithmend, se nga e peti. Ramizi ul kështu. Kishte 2 muaj që hiqej zvarr, diktatori më i madh i botës. Stalini më pak e mbajti, nga 24 deri në 53-shin, kurse ky e mbajti për 40 vjet. Ata për 6 muaj e bëjnë ndryshimin. Tani ka frikë mor burr, radioja na çau bythën. Qanë radioja. Ja kështu do vazhdoj deri në datë 18. Ramizi kështu del përpara, e në verë që e në verë vun. Kur të mblidhen ustallarët e këtyre s'ua merr mendja, brenda një viti bëhet stabilizimi i gjendjes. Ashtu, Për bisedat e tyre dhe rreshtat që shkruanin kundër regjimit në copsa letrash që u shpërndaheshin nga gardianët për të shkruar familjarëve. Kjo ishte një mas që u mor masivisht pas revoltës së vitit 1973. Një ndër letrat ishte nga kjo e të dënuar Drengjelezho, drejtuar Ramiz Alis, sekretari i Komitetit Qendror të Partisë, mandatën 1/8/1978, në maj të vitit 1979, u ridënua me vdekje me pushkatim. Juve si udhëheqë u plakët, fiziologjikisht, por për fatin mashtrues dhe vetë mashtrues, keni plakur edhe populli me rinin e tij të përjetshme në gjë. Juve fatin tuaj nuk e tradhuat, por tradhuat aspirata dhe frymëzimin fillestar të popullit, i cili në sfonin e luksit dhe veseve tuaja doktrinare po hiqet siç thot filozofi madh romak se ne ka zjarr. Kësaj i thon ironi e fatit, si në adresën tuaj të oborit të Komitetit Qendror, ashtu edhe në adresën e popullit. Juve i premtuat populli socializmi shkencor dhe i serviret një socializëm feudal, doktrinar, që dita ditës më shumë po e rjep vetë fytyrën e maskuar dhe po nxjerr në pa kriminalitetin historik dhe pa aftësinë dështake për të mos kuptuar rrjedhën dialektike dhe materialiste të historisë njerëzore në tërësi të kampit socialist me Bashkimin Sovjetik në veçantë. Sharlatanizmi nuk ka brirë, ndaj edhe lodra e gjoja tradhtisë së Bashkimit Sovjetik nuk ishte nevojë për brirë. Mjaftonte vetëm të dilin në tribunën e 81 partive në Moskë dhe t'i njoftoi botës për disa muhabete rreth grurit. Madje ka nge letra të cilat janë shkruar me mallë qetësim, e përçojnë dhimbjen e ndarjes, mungesën e lajmeve, e ndjenjë të thellë përgjegjësia për familjen që ka lënë pas, si kjo e Soloveshit. Në këtë letër gjenden nga shënimet të bëra nga sigurimi i shtetit, të cilat
Besohet se janë përdorur kundër tij gjatë procesit të hetuesisë. E dashura bie ju fëmijë, së largu ju përqafoj me mall, gëzoj të jeni mirë si dhe unë mirë jam. Bëhet kohë gjatë që s'më keni shkruar mua, zi se që ju kanë ngjarë. Megjithatë, duhet të di se çfarë ju kanë ngjarë dhe në rast se keni pësuar gjë, qëndroni burrash, se keni një qeveri përsipër që të lufton. Unë e kam kuptuar deri diku, por nuk di me saktësi, prandaj me marrjen e kësaj letre, kërkoj me imtësi çështjen si qëndron. Let ju kem pjekur meze me raki, mos u përkul as pak, se çdo gjë e keqe që kemi, i madhi Zot do t'ju ndihmoj. Ju përqafoj me mall dhe dashuri, juaj Sulo Veshi. Fytyra dhe emrat e persekutorëve, të cilën në emër të një sistemi përndoqëm me 10 mijëra shqiptar, me shtyre dhe të burgosurin në Spaç, nuk harrohen tek ata që e vuajtën në lëkurë dhunën dhe terrorin komunist. Janë maska që nuk maskojnë, por zbulojnë, na përballin në frikën, fajin, ndrojtjen apo krenarinë e atyre që dikur i shërbyen diktaturës. Duhet të përpiqemi të kuptojmë si ndogi që e kaluara vazhdon të jetojnë të tashme. Por edhe pse kanë kaluar pothuajse 6 dekada që nga ngritja e burgut të Spaçit, ende mungon evidentimi dhe dokumentimi i plotë ngjarjeve që kanë ndodhur atje. Raport me të vdekurit në burgun e Spaçit janë 2 llojesh, të ekzekutuar edhe të vdekur në aksidentet në punë. Statistikat e sakta unë nuk di të jenë bërë. Unë nuk kam parë dokumentet veçanta për ekzekutimet ose për vdekjet aksidentale që ashtu, por nuk kam parë statistika edhe është një punë që përket të ardhmes. Ne jemi duke punuar për këtë gjë, po i përket të ardhmes sepse kërkon shumë kohë, duhet shikosh të gjitha dokumentet e Spaçit që të gjesh që aty janë vrarë, janë ekzekutuar për shembull 10 vet, apo janë vrarë aksidentalisht 15 vet, apo diçka tjetër, po kërkohet një punë disa vjeçare për ta bërë këtë gjë, kështu që nuk është se ekzistojnë statistika dhe po të ekzistonin, instituti jon ose do t'i dinte ose do t'i kishte krijuar vetë këto statistika. Teksa kanë kaluar 35 vite që nga ndryshimi i sistemit politik në Shqipëri, krimet e komunizmit ende nuk janë zbardhur e dënuar. Mangësia në hetimin e krimeve, jo vetëm në përçështjen e Spaçit, po në përgjithësi për krimet e komunizmit, ka të bëjë së pari me mungesën e vullnetit politik. Krijimi i një instituti si ky institut është bërë në 2010-ën, që i bie 20 vjet pas rënies së komunizmit. Pra është një vonesë totale. E dyta është mos funksionimi i arkivave. Që kur ka filluar punë instituti, arkivi i Ministrisë së Brendshme, që ka pasur bazën kryesore të dokumenteve për burgjet, për veprimtarinë e Ministrisë së Brendshme, sigurimi i shtetit e këto, ka qenë pothuajse jo funksional. Edhe akoma është jo funksional dhe aksesi i institutit ka qenë maksimalisht i kufizuar në për këto arkiva. Pra e gjitha është çështje e vullnetit politik të institucioneve. Askush nuk mund të thosë se Spaçi ishte thjesht një burg i zakonshëm, apo se në të vonin të ndimin të burgosur që meritonin të ndodheshin aty. Spaçi, gjithë struktura në Spaç, ishte një krim. Sot këtu nuk ka mbetur më asgjë, as skeletet e krevateve, ku kërkohej pak qetësi, pak eshtje, pak paqe, por e vetmi gjë që ka mbetur janë gjurmët e torturave, të atyre që jetuan, ose më saktë, të atyre që arritën të mbijetonin në këtë ferr të eshtur të ngritur 59 vite më parë.